Dëgjoje që ka ndodh mes robit dhe Allahut subhanahu wa ta'ala kur besimtari e fal namazin. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Në videon e kaluar e kemi përmend se Allahu Gjelle Gjelalu ja ka obligu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namazin direkt në mënyrë të drejt për drejt mbi shtatin qiell. Ajo që është shumë e veçantë në raport me namazin është se në këtë adhurim të dashur tek Allahu subhanahu wa taala, që me të vërtet Allahu Gjelle Gjelalu e don shumë, e ka veçuar me një specifik shumë interesante. Dhe kjo ndodh vetëm në namaz. Dhe i ngjan pak faktit që Allahu subhanahu wa taala ju drejtua direkt në mënyrë të drejtë për drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe neve si besimtar dëgjoni këtë hadith madhështor ku me të vërtet është shumë mbreslënëse ky fakt se Allahu Gjelle Gjelalu po pas ka dialog me robin që fal namaz. Subhanallah. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu e ka transmetuar këtë hadith, i cili është autentik, gjendet në koleksionin e Muslimit, i cili ka thonë: ai që fal namaz dhe nuk e lexon në të Ummul Quran me përkthy bukfalisht është nëna e Kur'anit, apo më mirë baza e Kur'anit, pra surja Al-Fatiha, është për qëllim surja Al-Fatiha. Kush nuk e lexon, ka thonë namazi i tij është i mangët. E ka thonë 3 herë këtë dhe jo i plot. Ata të pranishmit e kanë pyet Ebu Hurajrën radhiyallahu anhu, këtë sahabi të nderuar i cili ka transmetuar më shumti hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I thanë: e nëse falmi pas imamit? Ebu Hurajra radhiyallahu anhu i përgjigj: thuje në veti, tha, sepse kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ketë thënë, ka thonë Allahu i lartësuar. Dëgjoni tash këtë hadith të jashtëzakonshëm. Edhe kjo me të vërtet, ky hadith është edhe një argument tjetër që tregon për pozitën madhështore të namazit në fenë e Allahut azza wa jall. Tregon për vlerën shumë të veçantë të namazit. Allahu i lartësuar pra ka thënë: e kam ndarë namazin mes meje dhe mes robit në 2 pjesë, dhe robit i takon ajo që kërkon. Këtu në këtë rast, do më thonë, po flitet për surën Al-Fatiha. Amo pse Allahu azza wa jalla e quajti namaz? Kjo ndodh në namaz, do thonë, këtë gjë e bën Allahu azza wa jalla kur jemi në namaz. Amo pse surja Al-Fatiha u konsideru namaz, sepse pa ta nuk ka namaz. Është prej shtyllave më kryesore të namazit. Edhe thot Allahu azza wa jalla këtë hadith kutsi që transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur thot robi: Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falëndrimi dhe lavdrimi takojnë vetëm Allahut, Zotit të botrave. Allahu po thoj ka këto: më falënderoj mua robi im. Dhe kur thot robi Ar-Rahman Ar-Rahim, mëshiruesi, mëshirbërësi, Allahu azza wa jall po thoj ka: athna alayya abdi, më lavdëroj mua robi im. E kur thot robi Maliki Yawmiddin, sunduesi në ditën e gjykimit, apo poseduesi, ai që ka pushtetin në ditën e gjykimit, thot Allahu subhanahu wa ta'ala: majjadani abdi, më madhroi robi im, apo me një rast tjetër, më dorëzua robi im. E kur thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, atëre Allahu azza wa jalla thot: hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Kjo është mes meje dhe robit tim, dhe robit tim i takon ajo që kërkon. E pastaj kur thoje ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin, që kuptimi i kësaj është udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët i ke begatu me të mira, e jo në të atyre të cilët kanë meritu zemërimin apo hidrimin, e as të atyre që janë të humbur. Atëherë Allahu azza wa jall thot: hadha li abdi wa li abdi ma sa'al. Kjo është për robin tim dhe robit tim i takon ajo që kërkon. Pra ky është një dialog shumë i bukur, shumë i këndshëm, dhe çdo besimtar dhe besimtare i takon, na takon të gjithëve që kur tim namaz ta kemi
parasysh këtë kuptim madhor. Ta kujtojmë këtë realitet se Allahu Gjelle Gjelalu i thot këto fjalë për neve. Kjo është madhështia e namazit. Kjo është pozita e namazit. Edhe këtë vetëm në namaz e kemi, asku në asnjë adhurim tjetër. Prandaj kush e përjeton këtë kuptim në namaz, e kujton këtë realitet në namaz, i kujtohet po ashtu udhtimi i Mirajit. Edhe kjo pastaj rezulton apo ndikon që namazi i tij të falet me përkushtim më të madh, me përulsi, me frikë respekt më të madh. Dhe kjo është më afër që namazi t'i jape rezultatet e tij që duhet t'i jape. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.